Nga tuneli i Morrizit, pjesë e rrugës së Arbit që ka shkurtuar ndjeshëm rrugën për të arritur nga Dibra në Tiranë, Ministrja e Shqipërisë për Infrastrukturën Belinda Balluku, në një intervistë për Televizion 21, çoi mesazh se autoritetet e maqenisë së Veriut duhet të përgjigjen për ecurinë në ndërtimin e korridorit 8, për shkak se, siç thoi ajo, sot nuk flitet më për rrugë kombëtare, por për korridore europiane. Ajo theksoi se Shqipëria tashmë e ka nisur pjesën e saj të korridorit 8, ndërtimi të cilit ka ecur më shpejt se sa në maqinë e Veriut, që ka nisur shumë herët. Kjo është e vërtet, kështu që në të gjitha rastet, si në rastin e rrugës së Arbrit, ashtu dhe në rastin e korridorit të 8, unë jam shumë e sigurt që pala e Maqedonisë Veriut duhet përgjigjet sa më parë, pasi edhe ata, ashtu si dhe Shqipëria, ka aspiratën e madhe për të bërë antar i Bashkimit Evropian, dhe që të bësh antar i Bashkimit Evropian duhet të bësh detyrat e shtëpisë. Dhe një nga ato është edhe ndërlidhja e transportit rrugor. Kryeministri Kristian Mickoski, i pyetur për kërkesën e Tiranës për përparim në ndërtimin e rrugëve që lidhin dy shtetet, apeloi që Shqipëria një orë më parë ta përfundojë projektimin e Kurudhës, që është pjesë e korridorit 8. Siguroi se Maqedonia do të bëjë punën e saj, por Mickoski tha se nuk po sheh që të tjerët po punojnë. To što nije naše tako si go završime. No ne gledamo tamo дека se projektira železničkата pruga koja što treba draž da go povrze со границата, zato što potpišavме договор. Министрите за одбрана на Италија, Албанија, Бугарија и Македонија потпиша договор во јули во Вашингтон дека овој коридор 8 треба да биде завршен. Ние само работиме. Ја не гледам дека од другиве чинители се работи. Само ние сме тие кои што работиме и се исполнуваме нашата обврска. Ајде сите да работиме. Mickoski u lëvdua se korridori 8 në maqinë e Veriut dhe lidhja drejt pikës kufitare Qaftan po përparon mirë, për të mos thënë siç u shpreh shkëlqyeshëm. Sqaroi se deri në fund të këtij muaji do të hapet front në më shumë se 60 kilometra, andaj sipas tij kontraktorët do të mund të vazhdojnë të përparojnë. I vetmi problem sipas kryeministrit është në pjesën Trebenish-Qaftan, për shkak se një pjesë e kësaj traseje është në perimetër të mbrojtur nga UNESCO-ja, por siguroi se edhe për këtë do gjende zgjidhje.